Po, pajtona shumë. Ke marrë ndonjëherë një mesazh nga një personazh i njohur që të kalon pa fjalë? Ai po marr, po s'besoj se do të m'ja tregu emrin. Jo, veç kështu na trego çka ka qenë, për çka ka qenë. Ne emri s'po na duhet. Se di, po kisha kallëzu. Edhe pse ti i den. Sa kështu thonë, okej, s'pe flasim. Cili është një sekret që mundesh me zbulu sot, që publiku nuk e di? Për ka derin, na i ves, na i diçka që... Kallëzoj një sen për punë ma mirë? Hajt. Okej, e ka marrë një ofertë për Kanal D në Turqi. Wow! Edhe... po shpresoj të bëhet diçka shumë mirë. Wow, kjo është një ekskluzive shumë e madhe ka del. A më lejot me të pyet pa shumë ajo? Ja. Ja, okej. Jo, le të Na jetë prifte çast. mora, pra na shoshnia të thonë na prifte mora se him paket edhe na. Para se me vazhdu kader me pyetjet, është koha për një sfidë. A është e rrezikshme ndaj sal? Qërem. Atë pi pak ujë. A ban atë muzikën, veç pak po du të cila ka merë mu afru, të dyshi, nishi, treshi, a dërë më së këshirë televizorin, nalën e këtë televizor, shket e treshi. Atëherë, ka me në qetë shka kena shtiq të në kuti, po qërë unë shka kam. A është ndaj sen e frekshme. Okej. Kader, po tri ofër se na është ta kime pas nevoj për ndim, okej? Okej.